Opozita i ka humbë shumë kohë shtetit në vitin 2025 dhe jo vetëm. Andaj mos humbë një kohë me ta, në flet votim, majtas e keni renditjen e partive politike që nis edhe përfundon me 2 parti të komuniteteve jo shumic, me NDS-in e Emilia Regjepit dhe përfundon me SPO-n e Nenad Rashicit, po aty në mes të këtyre lypeni shpejt e gjeni me lopsin e ju i kimik 116 lëvizjave të vendosje. Dhe majtas i keni 24 subjekte, opcionet të ndryshme, por zgjidhje është lëvizjave të vendosje, ndërka që djathtas i keni 110 kandidat, se cili është ma i mirë se tjetri, gjithë bashku në oferta ma e mirë, jo veç në këto zgjedhje, po historikisht në Kosovën e Lirët Pavarur, përcaktojuni për 10 prej tyre që ja u kanë ngrohë zemrën, ja u kanë mbush mendjen pak ma shumë se tjertë, votoni, futeni në kuti votimin edhe mandej bohuni gati për festën e madhe të Shadërvoni, për fitoren e numrit 116 lëvizjes dhe vendosjes partisë Guzot, partisë alternativa e të PSDK-s. Të ndëruar pjesëmarrës, po ju jap një shembull shumë të thjesht se çka është urgjente në këtë 1 ditë e gjysmë që ka mbetë. Në një familje me 5 anëtar që kanë drejt vote, nëse vetëm njëri prej tyre nuk del votoj, kjo është 20% më pak. Tani imagjinoni nëse nga 500.000 votues, vetëm njëri në 5 veta në secilën familje vendos të mos votoj, kjo përkthehet në 100.000 vota më pak për neve. Prandaj, mos e lini votën tuaj në shtëpi, dilni dhe votoni, sepse një munges e vogël bëhet humbje e madhe. Me 15 minuta vajtje ardhje drejt e vendvotimi, i fitoni 4 vjetë jetë me mirëqenje e dinjitet, me siguri dhe begati. Prandaj, mos lëshoni pe. Dhe mlejoni të përmend për fund 3 arsye pse duhet votoni paradite mundësisht mëngjes. E para, sepse kur votoni paradite në mëngjes dhe KQZ-ja raporton mesdit për pjesëmarrje në zgjedhje dhe del që pjesëmarrja është rekord, atëhere është e qarë që fitoria është masive dhe ata që ende s'kanë votuar do të nxitojnë, të votojnë dhe të bëjnë pjesë e fitores të madhe edhe më të madhe se menon shkurt. Arsyeja e dytë pse duhet të votoni paradite mundësisht mëngjes, është se mund t'ja ndrojnë vend votimin KQZ. Ka një sistem të brendshëm aty dhe kur shkoni te qendra e votimit, e jepni letër njoftimin, nuk mund të nënshkruheni në regjistër të emri juaj, sepse emri juaj ndodhet diku tjetër. Para mendoni me me shku në ora 5-6 mas dite dhe me gjithë që ai nuk është vend votimi juaj, mundi me hub drejtën e votës. Prandaj është me rëndësi me shku paradite që edhe nëse ja u kanë rru vend votimin, e keni mas ditën një shans tjetër. A mas mirë të kishë qenë, si të kryet që këtë bim, me hi në telefonin e ju në faqen e KQZ-s, me shkru datë lindje, numrin personal, edhe ja u qetë automatikisht se ku e keni vend votimin të dielen e 28 dhjetorit. Kjo është arsye e dytë, pse është mirë me votu paradite e madjellën mëngjes. Edhe e treta është se ju e dinin traditën e në kulturën tonë shqiptare, mas dite, t'vinë mësafirt. Vinë mësafirt mas dite. E dashur qytetarë, para mendoni, s'keni votu para dite, mas dite vinë mësafirt, edhe tash du t'menaj dikush me mësafirt. Qaj që rrinë me mësafirt, ose ata që rrinë, ose ato që rrinë me mësafirt, mesin pa votu. Du t'mundo familje në ata që rrinë me mësafirt, edhe në ata që rrinë me mu. E bro, por mos me pos kësi ndarjet familjes.
është mirë krejt me votu në mëngjes ose s'paku paradite, e ju e dini që në vend votim, aty ja u bojnë me flomaster vine zezë në thonin e gishtit madhë, që ku shkon për her dytë me votu, komisioneri nuk e len. Se komisioneri thot, ti e paske vinë, nuk mundesh me votu. E ju bëjeni të kundërtën. Mysafiri kur t'ju vjen pas dite, këshyreni e ka vinë, që se ka vinë, mos lëni me imrana. Ai mysafir që vjen mas dite, e se ka flomasteri në gisht, i thoni, na këtu të presim, shko të shkolla, voto, edhe ktheu masanej, por kujdes, lëvizjave të vendosje, numri 116. Prandaj doshëm qytetar të djelen, me familje farefis, me kojshi e me kolegë, me doja, teze, holla, agjallar, kushërit, larkë të tafër. Dilni krejt se duhet fitojmë me ka krejt. Faleminderit shumë për përkrajen, solidaritetin, angazhimin, kontributin e rolin tuaj. Miru pafshim në fitoren e madhe, natën e mirë.